Ja ku për i kthehemi sërish në studio dhe në fakt tani do i marrim me radhë disa temat për cilat do flasim. E para janë veturat. Unë pak më parë përmenda që shumica për njerëzve veturat i përdorin si mjet transporti. Është prej mjeteve që na lehtëson shumë jetën, përndryshe ndoshta do duhesh të ecni me orë të tëra. Transporti publik është shumë i ngadalshëm, kështu që veturat na mundsojnë që ne të arrijmë kudo që duam në një shpejtësi pak më të mirë. Mirë po, ka ca njerëz që veturat nuk i kanë vetëm mjete transporti, i kanë pasion, por gjithashtu edhe i ruajnë si fëmijë. Unë njoh ca njerëz që po u bë një grithë e vogël e veturës, direkt shkon rregullohet ajo veturë. Nuk mund të qëndrojë ashtu. Një prej tyre që i kanë veturat jo vetëm mjet transporti, por edhe pasion, është edhe Burhan Ali, cilin e kemi këtu në studio, i cili jo vetëm atë pjesë, mirë po dhe kryetari i klubit Chair Tuning Team. Mirëmëngjes Burhan, mirë se na erdhe. Mirëmëngjes, mirë se u gjeta. Më thuaj pak, kur ka lindë dëshira dhe dashuria ndaj veturës? Dëshira e parë mi kanë për në mbledhime që kemi kalu, më thamë 10 vjetë, që na ka marrë dikush. Edhe ka nisë ideja që çka janë vetura, çka po bën, po folmi do kera shumë të vjetra. Po ideja si Chair, si klubi parë shqiptar, ka ndodhë me të 20-10 të mujt 2019, që ta krijojmë një klub shqiptar që të kemë se ka shumë klubet Maqedonëve, i përgëzoj edhe ato në kanë ndihmu shumë, po ka kanë ideja që të bëjmë një klub shqiptar që do ketë pasion e veturave, jo për të bë gara, jo për të bë sene që njerëzit të kuptojnë ndryshe shumë keq, por për një pasion shumë më të mirë. Po, në fakt, sidomos me ngjarje tragjike që i kemi përjetu kohëve të fundit, me aksidente rrugore, kishim humbje jete të rive shumë, kur ta mendosh njerëzit e kanë edhe me drejt kështu kur thuhet garë me vetura. Ta shpjegojmë pak për njerëzit se për çfarë bëhet fjalë? Do të thënë, çfarë eventi është ky? Ne jemi një klub që i mbajmë do evente 2 herë në vit. Një herë që i mbyllim sezonën, edhe një herë që i kemi themi në aspekt që vinë gërbeqartë. Të eventi jonë mbahen në kategori dahën. Ka për tuning, për styling, për drift, për zbukurimin e motorit, zbukurimin e veturës mbrenda në veturë, për ngjyrën, për fellën më të mirë e kategori tjera. Që është tuning edhe që është styling? Se unë veturën e kam veç për me që prej një vend në vend tjetër. Tuning është, do me thonë, tuning që thirremi ne, një veturë që është, do me thonë, prej zero e modifikume. Prej asaj standardit një tjetër kategori, do me thonë, kitë diçka ekstra e rregullume prej idejes të pronarit. Që nuk kupton që për shembull ja heq një pjesë të vetën, e vënon një pjesë tjetër, kështu diçka është? Një pjesë, po, që ajo veturë nuk vëzitet për çdo ditë. Ajo është që kemi në eventet edhe që jemi në klubet që ekzistojnë, kemi paralajmërimet në për mediume, që do mbahet mbledhimi, do thamë, që kemi tash me 29/6/2025 në poligonin në Kala, edhe njëtë klubet tjera i paralajmërojnë, edhe nësi në për grupe, me ndihmën e kretëve, organizojmë edhe shkojmë veturat bashkë të ta. Po, në fakt, do të thënë, kjo është momenti kur njerëzit ndajnë kohë që veturën e tyre ta modifikojnë në një farë mënyrë dhe pastaj vinë në këto si gara për të zgjedhur vetura më mirë modifikuar. Po, do të thonë, kemi në atë kategorinë e driftit që thënë. Ajo është special që rregullohet, nuk e lip zbukurimin diçka që tjetë në veturën, po lip modifikimin e motorit edhe rotat e masta që ajo të cilët shumë më lehtë. Organizimi edhe poenta e kitë kësajna është që të bëjmë një event, jo që dalin bëjmë gara, në për Chair, që po them para të datë klubi thira Chair, i mojmë eventet që dalin të hekin që them ne atë keqin atë ditë në event, që për ditët tjera të grajnë që është normale. Mu fatkeqësisht më ka rënë rasti të shoh duke bë kështu drifta, po e quajmë drifta tani se s'kemi një fjalë adekuate. Po, është kategoria e driftit. Po, duke bë edhe në rrugë të thjeshta ku kemi semafora, kemi tri, sa është e rëndësishme që drifta të bëhen në vende të sigurta edhe të organizuara siç po bëni ju? Obligimi është shumë i madh, përgjegjësia është shumë e madh, edhe unë si kryetari i klubit, do të thonë
te pika e parë dhe dete e fundit i kam me dokumente, edhe klubin e kemi me dokumente. Ne faleminderit shumë të madh Visar Ganiut edhe komunës Shaherit që na ka mundësu komplet këto dokumenta, mundësi, edhe tam një falenderim shumë i madh shkon për ta që kiti kemi këto, që kemi shpërblimet që i dajmë, që organizimin, muzikën edhe këtë të sene na japin ato. Edhe mundësia që edhe rrezikja shumë i madh për driftin, po një faleminderit shkon edhe shumë i madh antarët e klubit që i kam. Ato, mos t'ishin kanë ato, unë sot jo. Edhe ki drifti që shifni edhe të Skënderbeu kanë tash e fundit, mos t'ishin antarët e klubit, unë sot nuk jam si qerë. Në fakt, është e bukur që vetura edhe kjo si mjet transportit të përdoret edhe për diçka të bukura edhe të bëhen mbledhja e njerëzve, aspekt edhe kulturor pak, po në mënyrë të sigurt. Para atë dhe ekzistojmë si klub, para atë dhe bëjmë çdo hap që bëjmë, e bëjmë me dokumente, me informimin e policijës, informimin e komunës, informimin e vendit që do marrim, edhe të kalojnë kategorije tjera që marrim për që ka se cila kategori ka, dhe më thonë 3 kupa dhe medalet e veta. Si cili vetur që vjen atë të na në meeting, e ka atë kategorien e vetë edhe medaljen e vetë që kemi edhe normal antarët e grupit që kemi si themi si sudi, atë që thënë të na gjukatës që i kontrollojnë, që i bëjnë vlerësimin e veturave dhe normal, pjesa e driftit është rëndësia më e madhe. Se kretë këto vetura që vinë parkohen edhe është vetë që thuaj që një parking i thjeshtë. Drifti është rëndësia më e madhe se drifti është djega e gumave, gumat kur djega në fugin një farë jo erë, po është edhe një pjesë e gumave që del prej asaj, është problemi që mund dikush edhe të ketë dhe një problem, ka sytë, trupi e krejtë. Kështu që të qëndrojmë të sigurt përderisa i bëjmë këto evente dhe ti respektojmë rregullat që ju si klub i jepnim. Deri sot jemi si klub, mbledhimi jon i radhës është numër 7 dhe deri sot, falë Zotit, jemi këtë në rregull. Definitivisht, kjo është më rëndësishme. Du të flas tash pak më shumë për atë se ju nuk keni qëndruar vetëm në Shkup, se ne përmendëm te sheshi Skënderbej, ju keni shkuar edhe në Tiranë, më thoj pak sa në përgjithësi njerëzit i duan këto evente. Kur e përmendë Tiranën, pak edhe merr pak një buzëqeshje se u kanën thjesht një telefonat nga komuna e Qahirit, jeni thirt në marshin që do mbat për herë të parë në Tiranë, edhe jemi klub i parë që kretë marshët që janë mbajt në Ballkan, jemi klub i parë që kemi hinë me një marsh, që kemi pas dhe me një 10 vetura që edhe për fat keq ke edhe se zona e kryme për ne që organizojmë këto edhe veturat nuk i patëm gati, po sa patëm mundësi, i banëm gati edhe koha kje pak me shi, po beso që një mirëpritje edhe një plus, një datërkitje prej nuk e di dhe sa shtete janë kanë aty kemi marrë. Një merit shumë të madhe. Po më thuaj pak, si fillon sezoni, sepse e dim për futbollin, për lojrat sportive, e dim si kanë sezonat, ju si e keni sezonin? Sezoni i këtyve eventeve është prej, themi maj, deri ta them ngusht. Po tash pëse kemi edhe një fest të na që thuhet 11 oktobrit të na që shqiptar Maqedonë, të e mojnë është ajo e fundit të na. Ajo është e fundit, dhe më thonë sezona është prej maj dhe ngusht, të 3 se kret veturat që i kemi, shka vine për këto mbledhime të janë shumë të ulta. Dhe më thonë, bëhet logari 2-3 cm prej tokës. Shumica edhe me karoci binë në për mbledhime me veturat, se nuk janë këto vetura që janë në komunikacion për çdo ditë. Unë në faktu në sheshin Skënderbej kur ishte, kam pa edhe një traktor nëse nuk gaboj të sjellur. Është një djalë nga Tetova,
është, nuk di, është diçka e ka pasion traktorin edhe e ka modifikuar prej traktorin BMW. Kreç që ka në ta, kjetë dhe me thonë e ka bo në BMW. Dhe me thonë njëtë është motori, po do modifikime që po thojnë anë që ka e në këto tuning, e ka boe, kjetë dhe me thonë BMW edhe është një, ajo thirët show, për atë thirët e nga tuning show, që vindo vetura që janë pak diçka më të ndryshme prej tjerve. Te aje kemi si misafir se është diçka shumë e ka pasion të traktorin edhe e thirmi special vetë si misafir. Burhanu, të di për ty personalisht, se zakonisht djem tek ne hypin vollanit që në moshë shumë të re, edhe fatkeqësisht vozisin edhe pa e marrë lejen. Më thuaj, dashuria jote për veturën kur ka fillu? Ka qenë këto fillimet e para? Po, mos të tha mu konë dykont 7 vjetë. Kemi pas vedhë veturën babës. Edhe nuk mushmi, jemi konë 3 shokë. Kër e poshë edhe këta mu kujtu, kemi pas posës nuk mund të mrinshmi, vëllonin, jemi pas ullë në për këse dysheke të thamë. Njoni të rëske pedalat e gazës dhe kushnicës, njoni moj këtë parën për të hecë, njoni moj këtë vëllonin. Dhe më dhonë, u konë 7 vjetë afërsisht që kemi vedhë veturën, dhe ata kemi bo një skandal, po tash për vetë dhe për fëmijën tem, e sugjeroj që jo. Jo se, jo me këtë prindërët, në të japin liri, në të angazhohen me fëmijët e vetë, kemi shumë vende që mund të lejojmë edhe të mësojmë fëmijët, po jo vetë. Definitivisht, pa marrë lejen, pa qenë të sigur që din të vozisit si duhet, vetë jo. Më thuaj pak, përmende që shumë pak shqiptar fatkeqësisht këtu te ne duan të merren me këtë lloj sporti, do ta quaj unë, me këtë lloj aktiviteti. Cilat kanë qenë peripecit më të mëdha që jeni përballë si klub? Fillimet i klubit si qaj tunin ku u konë në Vllavi, Vildan Aliu edhe Bekim Elmazi, që kemi fillu me klubin. Shumë herë, po të thamë si Burhan se tash e kam edhe pak rëndësien vetë si kreatar, shumë herë jam zru edhe në gujtë që shtojnë të na, kom bo mbledhimin e parë që kom hi edhe me investimin që edhe të shpijes nuk e kanë ditë, veç të arri qëllimin të bëjnë mbledhen. Kom shpesh herë e përmendi që lotësi e madhe, për të arrit një rezultat në mërë edhe të shqiptarve, edhe si një klubi po shqiptar, edhe të arrim qëllimin që jo që s'ka interes, të folmi edhe atë pjesë, jo që s'ka interes, anës tonë ka shumë interes, po në ka që ne si shtetë pak kemi edhe trept për që ato mbledhimet edhe dokumentat edhe lejet që i marmi, po që Zoti ka desht, mi ka dhonë tana fuqiet që nuk di të ndalem. Po të thamë që jam zru shumë herë, sakrifice madhe, pasioni, dëshira e madhe që kam për këtë sport, nuk kom ditë më ndalë. Dhe është dhe bukur në fakt, kur njeri u ndjek pasionin e vetë, dëshirën e vetë, atëherë suksesi, arritjet nuk ndalen. Nuk ndalen, thamë, shpirti jemi din, gjoki jemi din, truni jemi din, sa derë kum hi, kum qelë, sa sponsora kena lip të më japim pak një përkraje, është pak i vogël edhe i kisha thirë edhe i kisha lutë krejt që kanë mundësi, që e kanë këtë pasion, mo të thamë që një pjesë e qajirit e din që organizojmë këtë mbledhime, këtë evente, kemi pas një përkraje, tash për këtë eventin jemi pak, shumë pak, e falenderoj përzemësisht Vullnet Rustemin, Auto Nebi Salonin, që për këtë mbledhime që organizojmë 29/6/2025, e kam një përkraje përzemësisht shumë të madhe prej te. Përmende tash eventin arshëm, ngjarjen arshme, që është me 29 qershor, do jetë në Shkup, do jetë Tetov, më thuaj pak si janë planet. Jemi me si klubi parë shqiptar që jemi për herë të parë në vitin 2025 do organizojmë 2 mbledhime. Jemi, se ne si klub jemi i Shkupit.
edhe eventi i parë që do mbahet dhe jetë në poligonin që kemi që thirret e na kale, po tash jemi edhe në Tetov me 13/7/2025 do mbajmë në qytetin e Tetovës për herë të parë një klub për Shkupit që do organizon në Tetov në mbledhjem, edhe besoj që edhe interesimi është edhe atje shumë i madh. Këtë desha të pyes, ka edhe atje shumë që rregullojnë veturat? Po të thamë më shumë se në Shkup. Po? Po, më shumë se në Shkup, edhe një përkraje japin edhe ato të mirë, edhe ato japin një përkraje të mirë, edhe ato janë, po shkaki thash, kur po shkem pak në për këto mbledhimet, e kemi një problem që kur japin medaljet, pak edhe shken në minibas që shok, pak edhe shken në aspekt që jemi shqiptar, edhe për atë ka lindë edhe pak një ide që bol, dej sot ke bol, ta krijojmë një klub shqiptar, ti kemi prezent shqiptarët, jam përzemërsisht të kënaq prej krejt Maqedonisë, po përgjithësi shqiptar që din që jemi një klub shqiptar edhe vinë me një numër ekstrem shumë i madh. Hera e fundit që e organizuam, dej me 8.000 veta në mbledhjem, që është një rekord për neve. Jo, në fakt një numër mjaft i madh i njerëzve. Shumë, po krejt ajo dëshira është e pjesës e driftit. Se drifti nuk e kije, do më thonë, tanë kohën në komunikacion. Është veç atë të eventit, veturët e në special, edhe lejen, edhe krejt që ka jam falë të ashantarëve të klubit, që krejt mahët ai rrezik i madh, pa problem. Një pyetje kam, mbesin shenjë nga gomat në rrugë? Te eventi që kemi, po mësë të krijet eventi, ne si klub, për atë dhe funksionën, ne do e falenderoj Refedin me Mishin edhe Ali Avdion, do më thonë është buri i Ashës, që e kemi edhe Ashën në klub, Ashë Avdion, që na krenon në çdo event, çdo se ku shkon na krenon si që kemi anëtarët klubit, që kur kërret mbarohet mbledhimi, mitingu, kemi përkrajen të ashtë të komunës, pa edhe ne vetë si klub e kemi për obligim, e pastrojmë, e rregullojmë deri në pikën e fundit. Kjo është e rëndësishme në fakt sepse unë kur i shoh rrugët që mbesin ato shenjat e gomave është nuk është e bukur. Një kohë e gjatë i duhet, po ata që kemi për atë edhe kur organizojmë mbledhimin, shkem me kategoritë që kemi, prej zërkfisëve, ndihmës së parë, edhe krejt me rend, edhe ato që thirrën pepe aparatët, edhe ato i kemi për zërkfi, i kemi edhe ato rezervë për çfarë do koftë rasti jemi krejt gati. Prandaj është shumë e rëndësishme që nëse duam të bëjmë drift, nëse duam ta shfaqim veturën tonë, më mirë vim në këto evente ku kemi të sigurt, sesa ta bëjmë ku jemi në ambiente të pasigurta. Para atë edhe kur organizojmë eventin, i japmi edhe që ta shpërblimet kupat, me se kemi rastin, e kemi edhe një dhurat për juve, që se mundet. Ne ashtu jemi si klub edhe ashtu e ekzistojmë, që ku shkëm e japmi ka një dhurat. Faleminderit. Sa problem, vetë se egzofshi. Kjo është... Unë ta shfaqi kështu. Kjo është ajo që ekzistojmë si klub, që japmi shumë dhurata, japmi shpërblimet të mira, edhe tash në ka të sponsorëve që na ofrojnë. Edhe ato që kanë ofrojnë sponsorët, ne i ndajmë për atë ditë që do vinë adhurus të veturave. Ne folëm për veturat, folëm për gjitha këto drifting, styling, ndryshimet e veturave. Mbetet që njerëzit të vinë në qershor, më 29 qershor, të vinë t'ju bashkangjiten në Shkup, në Tetov. Unë falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit. Faleminderit shumë. I përgëzoj krejt që mendojnë ashtu që jemi si klub që mendojnë të veturave, po jemi një klub që t'ju jepmi një leksion që jemi për të mirë, jo për të keq. Definitivisht, faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve.